Kjo konferencë zhvillohet në kuadër të qasjes së raj të Policisë së Shtetit për një komunikim më transparent, më të drejtë për drejtë dhe më të shpeshtë me qytetarët dhe media. Qëllimi ynë është të informoj publikun mbi rezultatet e punës tonë, masat që kemi ndërmarrë për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe sfidat me të cilat përballemi në përmbushjen e misionit tonë. Siguria në shkolla dhe ajo rrugore, lufta kundër krimeve të rënda dhe narkotikëve, përmbajtja pa leje, kapja personave në kërkim, evidentimi dhe goditjeve krimeve mjedisore, ndjekja në kohë e dinamikës dhe shqetësimeve të qytetarëve, dhuna në familje, reagimi në kohë e profesionalizëm në rast ngjarjesh si dhe shërbim dinjitos ndaj qytetarëve. Në përfundim të raportimeve tona do të jemi të hapur për pyetjet dhe interesimin tuaj në funksion të transparencës dhe informimit të drejtë të opinionit publik. Së pari, duke marrë shkas nga kjo konferencë, lejoni të bëjmë dije se në lidhje me ngjarjen e mbrëmshme të plagosjes së qytetari në qytetin e Shijakut, u bë e mundur fal punës së Drejtorisë Vendore Durrës në bashkëpunim me Komisariatin e Shijakut, kapja e autorit dhe arrestimi i tij për veprën penale plagosje e rëndë me dashje. Fillimisht do të paraqes rezultatet e punës së Drejtorisë Vendore Durrës gjatë muajit maj. Janë evidentuar 383 vepra penale, nga të cilat janë zbuluar 382. Janë identifikuar 434 autorë të dyshuar, nga të cilët 117 janë vënë në pranga, janë kapur në kërkim 42 shtetas, 302 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 15 janë shpallur në kërkim. Krahasuar me muajin e kaluar janë evidentuar 136 vepra penale më shumë, si dhe është rritur zbulueshmëria me 2%. Këto rezultate janë arritur nëpërmjet operacioneve dhe aksioneve policore të zhvilluara në fushën e kapjes personave në kërkim, goditjes së veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve, krimeve ekonomike financiare, lojrave të fatit dhe kultivimeve të bimëve narkotikë. Janë finalizuar 10 operacione policore, si rezultati të cilave janë arrestuar 36 persona, janë proceduar 4 shtetas gjendje të lirë dhe 4 shtetas të tjera arrest shtëpie. Operacionet policore kanë konsistuar në goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e shitjes dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike, ku janë finalizuar 3 operacione, 2 nga të cilat kanë qenë me objekt shpërndarjen e narkotikëve në afërsitë shkollave dhe zonave urbane në qytetin e Kavajës dhe Shijakut. Armbajtjes pa leje të armëve të zjarrit dhe municioneve, kapjen e personave në kërkim, në drejtim të krimeve të rënda dhe në drejtim të krimeve ekonomiko-financiare. Janë sekuestruar sende apo prova që lidhen me veprimtari kriminale dhe konkretisht 3 armë zjarri Kalashnikov, 1 armë gjau, 6 armë sportive, 134 gram kanabis sativa, 60 gram kokain, kartë monedha në euro, në lek, celular dhe 4 automjete. Janë trajtuar në total 373 konflikte, nga të cilat 370 janë konflikte në familje dhe 3 konflikte për motive të ndryshme. Për këto raste janë kryer të gjitha veprimet procedurale dhe janë proceduar autorët e dyshuar. Me rritjen e fluksit të lëvizjes së mjeteve është intensifikuar monitorimi inteligjent i akseve rrugore. Si rezultat, kjo polici ka vendosur 11.373 ose 3.155 masa më shumë, ku pjesa më e madhe është për ato shkele që ndikojnë drejt për drejt në sigurinë rrugore. Janë evidentuar 10 aksidente rrugore, si pasojë të cilave kanë humbur jetën 4 shtetas, janë plagosur 4 të tjerë dhe janë plagosur lehtë 8 shtetas. Gjithashtu, në funksion të parandalimit të aksidenteve rrugore, nga këto struktura janë proceduar penalisht 62 drejtues mjetesh, për drejtim mjeti në mënyrë të parregullt, nga të cilët janë arrestuar 34 shtetas, ku 27 kanë qenë në gjendje të dehur, ndërsa 28 janë jetuar në gjendje të lirë. Si rezultati një angazhimi më të madh i strukturave vendore ndaj krimeve mjedisore dhe krimeve që cënojnë regjimin juridik të tokës. Në kuadër të masave të marra dhe kontrollet të shtuara në bashkëpunim edhe me inspektoriatet përkatëse, janë evidentuar 5 vepra penale në fushën mjedisore dhe krimeve që cënojnë regjim. Me 5 autorë të gjyshuar, 1 shtetas i arrestuar dhe 5 të proceduar penalisht. Si rezultati një kontrolli më efikas të territorit, bashkëpunimit me qytetarët dhe me agjensitë të tjera ligjzbatuese,
janë evidentuar 29 vepra penale më shumë në fushën e ndërtimeve pa leje. Edhe pse qarku jonë nuk është në hartën me risk të kultivimit të bimëve narkotike, nuk ndërprer puna për kontrolle në ambiente të hapura dhe të mbyllura, ku deri tani janë analizuar 1074 të tilla, ose 550 më shumë krahasuar me muajin maj të vitit kaluar. Gjithashtu, nga ana jonë janë marrë masat duke kryer takime me autoritetet vendore për mbarvajtjen e sezonit turistik, duke garantuar qytetarët dhe turistët për sigurimin e rendit dhe të qetësisë publike. Pavarësisht rezultateve të arritura, mbeten ende problematika që kërkojnë vëmendje dhe angazhim të mëtejshëm, siç mund të përmendim: shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, sidomos përdorimi i pijeve alkolike gjatë drejtimit të automjetit, përdorimi i aparateve telefonike, manovra të rrezikshme në rrugë, tejkalimi i shpejtësisë, sidomos respektimi i sinjalistikës. Rastet e konflikteve familjare, kush në shumë raste ato përkthehen edhe në dhunë në familje. Prodhimi dhe shpërndarja e lëndëve narkotike, kryesisht afër perimetrit të sigurisë në shkolla dhe jo vetë. Për adresimin e këtyre problematikave, shërbimet e policisë kanë shtuar monitorimin, kontrollin dhe pranimin terren, me qëllim evidentimin e çdo shkelje të palishmërie, si dhe kanë rritur kontaktin me qytetarët për të siguruar informacion me qëllim parandalimin dhe ndëshkimin e shkeljeve që shfaqen në territor. Të nderuar gazetarë, këto ishin disa nga rezultatet kryesore të punës tonë dhe duke ju falendëruar, e kaloj fjalën drejtorit të Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracionin për paraqitjen e rezultateve të strukturave të kësaj drejtorie. Faleminderit.